A mund të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme për Këshillin Komunal të Tetovës shumë shpejt, më pak si një vit pas zgjedhjeve të tetorit të kaluar, dhe apo shqyrton pushteti lokal në Tetovë mundësinë e një përballje të re zgjedhore? Kështu shkruan Javorja Fokus, duke shtruar se vendimi i gjykatës kushtetuese me të cilin u anulua vendimi për ndryshimin e emrave të rrugëve, sheshjeve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore në Tetovë nga viti 2007 ka rritur tensionet në kampin politik shqiptar. Një ditë pas vendimit të gjykatës kushtetuese, BDI kërkoi mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme të Këshillit Komunal, ku sipas tyre edhe pa mekanizmin e badenterit mund të miratohej sërish vendimi për emërtimet e reja të rrugëve. BDI thot se komuna nuk ju përgjigj kërkesës së tyre për një mbledhje urgjente të Këshillit, ku duhej të rishqyrtohej çështja e emrave të rrugëve. Revista Fokus mëson se pikërisht kjo kërkesë e BDI-s për seancë të jashtëzakonshme e ka shtyrë kryetarin e komunës së Tetovës dhe një nga drejtuesit e koalicionit Blen, Bilal Kasamin, të mendojë seriozisht për ta pranuar sfidën, gjë që do të çonte në shpërndarjen e Këshillit Komunal. Sipas burimeve jo zyrtare, Fokus shkruan se në favor të këtij skenari shkojnë edhe sondazhet e fundit të opinionit publik, sipas të cilave epërsia e pushtetit lokal është dyfishuar krahasuar me zgjedhjet lokale të vjeshtës së kaluar. Sipas Fokus, nëse në zgjedhjet e fundit lista e Blenit fitoi rreth 2000 vota më shumë se ajo e BDI-s, tani sondazhet thuajse tregojnë një diferencë prej 4000 deri 5000 votash. Kjo, sipas Fokus, do të përkthejë edhe në një raport më të favorshëm të këshilltarëve se sa raporti aktual 14 me 12 në favor të pushtetit. Bazën ligjore për një veprim të tillë Kasami e gjen në nenin 75 të ligjit për vetëqeverisje lokale, ku në pikën 1 të paragrafit të parë thuhet se Këshilli shpërndahet nëse e miraton përsëri aktin që më parë është fuqizuar ose anuluar me vendim të gjykatës kushtetuese. Mbrëmne emisionin On Time në televizionin Koha, kreu i komunës së Tetovës Bilal Kasami, duke komentuar protestat e BDI-s, tha se bëhet fjalë për një situatë absurde, pasi sipas tij, BDI nuk deklarohen se qëndrojnë zyrtarisht pas protestës, kurse këshilltarët komunal të BDI-s e heshtën çështjen e seancës së jashtëzakonshme. Këshilltarët e BDI-s para një kohe kërkuan seancë të jashtëzakonshme të Këshillit Komunal, dhe kur morën informat që kjo nuk është çështje e Këshillit Komunal dhe në situatë që Këshilli Komunal mund të përsërisë gabimin që është bërë në 2007, me automatizëm Këshilli Komunal shkon në rizgjedhje në bazë të ligjit dhe të kushtetutës dhe heshtën atë çështje. Tani përsëri, duke ditur që faji më shumë është i atyre, sepse nuk kemi ne as pak faj si vlen as në pushtetin qendror dhe as pushteti lokal, ata po mundohen edhe një herë të hudhin gurin dhe të fshehin dorën. Pra, konkretisht, ata duhet të tregojnë se cili është faji i kësaj komune, kësaj qeverisje aktuale të komunës dhe kësaj qeverie aktuale në pushtetin qendror. Sipas informacioneve të Fokus, ideja e pushtetit është që vendimi i gjykatës kushtetuese të mos përdoret për përfitime politike, por që kjo çështje tu lihet në gjykim qytetarëve përmes një gare zgjedhore, të cilët do të vendosin se kujt do t'i japin besimin. Paralelisht me përplasjet politike, prej kohësh është formuar një komision komunal që ka për detyrë të zgjidhë në mënyrë sistematike çështjen e emërtimit të rrugëve. Nuk bëhet fjalë vetëm për emrat e kontestuar të anuluar nga gjykata kushtetuese, por edhe për 10 rrugë, ura dhe objekte të tjera infrastrukturore që ende identifikohen vetëm me numra. Ndryshe nga vendimi i vitit 2007, vendimi i ri për emërtimin e rrugëve, para se të miratohet nga Këshilli Komunal i Tetovës, do t'i dërgohet për miratim qeverisë, pas së cilës ai do të hyjë zyrtarisht në fuqi.